të titullit qytetar nderit për zotin Tom Marvukaj. Dhe të pranishmin të ngrihim në këmbë, të ndërojmë hymnin kombëtar. Tom Marvukaj ka lindur me 7 mars 1967 në fshatin Zagoru të njësisë administrative Shpreh. Në vendlindjen e tij në Malësi të Madhe ka mbaruar shkollën 8 vjeçare të mesme, që në moshë të re ka shfaqur talentin e tij në fushën artistike kulturore e kryesisht në folklor, duke bërë një nga instrumentistët më të mirë, i vlerësuar edhe si dueshyti i Malësisë së Madhe. Është autor tekstesh ku ka interpretuar edhe vetë dhe me grupe folklorike, me muzikalitetin e tij me çifteli, duke kaluar për masat lokale e rajonale, me prezencën edhe në festivale folklorike kombëtare në Gjirokastër e kudo në trojë shqiptare e Mëngjer. Është vlerësuar me çmime të ndryshme për tekste, si këngëtar dhe interpretues. Çiftelia, ky instrument që nuk e heq për asnjë çast nga dora, ju bë armë atij mirënjohjes për çdo koncert brenda dhe jashtë vendit. Edhe sot që jeton në Itali, ai jo vetëm nuk e harron vetëdijën e tij zagore në Malësinë e Madhe, por edhe atje jep kontribut të madh në ruajtjen, përqimin e trashëgimisë të presat e sotëm, si dhe kontribon edhe për presat e ardhshëm. Ai njihet kudo, jo vetëm si këngëtar, muzikant, por edhe si një njeri me vlera të larta humane dhe vendare. Një duar të hitje për zotin Tom Marvukaj. Fjallën e hapësje e japë kryetarit bashkisë zotit Toni Marinda. Përshëndetje të gjithëve. Pikëparit duket edhe me Tomën, me nusën e tij, me fëmijët e tij që kanë ardhur për ta vlerësuar titull. Mendoj se janë për ta vlerësuar. Njëkohësisht ju të gjithë që jeni këtu. Janë persona që janë të pasionum apo kanë kontributet të mëdha gjitha këto vite e pjesa muzikore, por edhe persona tjera, po persona që e dojnë artin, e dojnë muzikën, njëkohësisht vlerësojnë edhe krijimtarinë e zotit Tom Marvukaj. Toma nuk është i rastësishëm, është një burrë që rrjedh në një fis shumë i njohur, në fiset më të njohura të Malësisë së Madhe, në Marvukaj, që edhe në shekuj ai fis ka ndër burra me vlera, pavarësisht rrezikave të ndryshme që kanë kaluar, apo që vijnë të ndryshme, por gjithë cili ka specifikën e vetë. Dhe ky, në rastin konkret, është punë të tjera që ka bërë, ka të një krijues, që ka kënu fshatit vetë
shkelit për të gjithë treve spancisma dhe Muazan. Njëri shumë i apasionum, njëri që ka hek nga vetja për të lanë tjere, se normal që jo krijuari nuk ka se ka pas dhe të mira materiale në cilën do kohë që ne mund flasim, qoftë të më përpashme, qoftë të sotme. Por shpirti gjithmonë i ka vuru që për vendin e vetë t'japin maksimumi dhe të lanë gjurmë edhe në të ardhme. Kjo të regon që edhe fëmijëve t'ja ka fut në gjak, ku vajzën e ka një vajzë talentume, ku merret me muzikë dhe shpresoj që Italic le ta shohim nivele shumë të larta në Itali. Por jo vetëm italisht, por edhe shqip. Sa është veni jonë dhe kjo është e rëndësishme. Po bënë njëri u madh, gjithmonë do të më thonë në prej nga e, si e madh është një emër shumë i madh. Se ka atje që realisht janë të mëdhej dhe po bënë e madh i fshatit më të mëdha në botë me kanë historinë e tij të shkruar nga të tjerë. Për të fillon familjen, fisin, racën edhe kombin. Që vendin gjithmonë duhet me transmetua edhe kryesisht se të prej. Që dy suksese. Mera që feliz Shqip. Pitom, unë jam shumë i gëzuar që lodh në këtë pozicion, pas një kërkese të disa intelektualëve në Malësit Madhe, dhe Këshilli Bashkiak, miratoj titullin qytetari i Lerit për ty. Jam i bindur që siç e ka vlerësuar dhe e meriton plotësisht, dhe shpresoj që t'jepsh edhe sot që më nëjë që i ri, se ne moshatar jena, ke kohë për me ba primtari, për primtari të tjera, dhe t'jep vetim dhe të shfrytëzosh gjithë potencialin tanë deri sa ne të ndërrojmë jetë. Kështu edhe herë, respekt për ty, për familjen tane, respekt për gjithë që jeni këto, dhe gjithmonë bashkona në gëzime e të mira. Bashkia Malësia e Madhe dhe Këshilli Bashkiak, numër 26, datë 07/2025, jep titull qytetar në Zotit Tom Prek Marvokaj, me motivacionin për punë dhe për pushimin e tij si një qytetar bashkëkor, si një kontribues në art dhe kulturë malësore e Mazjarë, sidomos në fushën e folklorike, duke lartësuar kur të herë treven tonë Malësia e Madhe. Egzosh. Është një knasi e jashtëzakonshme kjo ditë që mua më ofrohet titulli qytetari i Malësisë Madhe.
prej durve kryetarit Zotit Toni Marinaj, e Këshillit Bashkiak, i cili ka unë pesh të gjithë atë pjesë krimtarie 50 vjeçare që unë pra jam monua në të matë mirën, dhe të thëmë realisht sa herë që kam dalë për skena si kombëtare, ashtu edhe këtu në vend ku kam legë, kam pas shumë emocione. Kësa e rrë, më kanë përshkruar gjitha emocionet, duke pas parasysh se këtu shoh shumë miq që kam punuar një jetë me ta, shoh poet, shoh artist, shoh kryetarin e lidhjes shkrimtarëve artistët më të madh zotin Kadri Ujkaj, shoh gjithë ata që kanë kontribuar për me prunë emrin tëm me vënë në peshore e cila vërtet ka anua shumë edhe të gjithë njëzanit e kanë bërshmet. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni kontribuar për me ardhur në këtë moment. Faktike, Bashkia Malësisë Madhe Neri Kumit për mua është një peshë më shumë se çdo trellë tjetër në shqiptari. Pse? Sepse gjithkund kam shkuar, që kam përfaqësuar Bashkinë e Malësisë Madhe, Shkodrën, gjithkund pra kam kanë të ku evente, si me Lika Hacen e me disa artistë që nuk për përmes gjithë, vërtet më është afrua atje, kryet, atje si që më em në këtu, pra në nderë edhe në respekt të identitetit tonë kombëtar. Tash sonit, jam shumë i kënaqur që edhe Gjubleta e Malësisë Madhe, pra 4-5.000 vjeçare, ajo mori pa çmim merituar, që ka merituar për me kënë vlerë në UNESCO, edhe ajo ka rrit, jo veç vlerat tona si treu, ajo ka rrit krejt vlerat kombëtare, shqiptarisë. Uroj që artistat e ri të vinë me një talent të përsosën, si që na unë edhe na me pas, duke mbrojt për 37 vitesh laureatin e festivalit kombëtar, një që për mua ka qenë një shkëlqësi, si mund ta quaj dorë tek mina. Falenderoj zoti kryetar, nuk gjej fjalë për me dërua më shumë se këto sa çfola, sepse një vlerë e madhe edhe vërtetësisht. Po ta zgjas bisedën, do t'ju falenderoj si artist në emrin të artit, sepse qysh se jeni ju në detyrë, jo veç mua, po vlerësoni të gjithë ata artistë që kanë merituar për më dhanë këtë vlerë që më fut për sot, titullin qytetar i Nderit Malësisë Madhe. Këto nuk do të përfunojnë të gjitha, duke pas parasysh edhe moshën si shteti, son edhe këto ditë kam ofruar për shkrelin një tekst të Bec Fatanit që faktik artisti markombëtar Salimani patë ekzekutuar me lahut, pra edhe ai veti si më thanë pa i ba një muzikë bukur. Mirë buon tash këto ditë kam kompozuar edhe në të ardhmen, pra çdo krijesë që ka me për sirtar ndoshta jo e vlerësuar me sa çashtë në mujtun, unë do të mundohem që t'i përtëri edhe t'i qëndroj realisht artit tonë aq sa që meriton. Falënderit. Në vijim të ceremonisë, ftoj në prefektin e Malësisë Madhe të thotë dy fjalë përshëndetje.
I nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar shok dhe miq të Toms, të nderuar familja e artistit malcor Tom Marvuks, dhe deri te Tom një jam shumë i gëzuar që jam pjesë e këtij evenimenti që kryetari i bashkisë në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak ka dhënë këtë titull qytetar nderi. Kam drejtën ti e meriton se je një artist, një instrumentist, një tekst shkrues dhe një interpretues. Dhe rrallë mund të jem njerëz që i kanë të trija. Por Zoti i ka falë këto dhe te i ke përdorur për malsinë e madhe, për treguar ato vlerat që ka malsia madhe. Prandaj të uroj shlet e jetë gjatë, si i ri për të dhënë prapë me instrumentat tu dhe me tekstet tua malsisë madhe. Shumë faleminderit dhe qofsh e gjatë. E përcjell mikrofonin tek familjarët, miqtë dhe dashamirësit, sipas dëshirës. Nderime për gjithë që keni ardhur në nderuar nderime edhe për bashkimin Malsia Mallë dhe ata që kanë propozuar Tom Marvukën si artist për të dëgjuar për fillon qytetar nderi. Nderime edhe familjes së të afërm të gjithë, nderime shpresës nësës shumë të mirë, kur ne flasim me orë për folklorin dhe asnjëherë nuk vazhdita. Atëherë unë do ta ndosha në 3 aspekte, krijimtarin dhe rritjen e Tomsartin deri këtu. Familja Tom Marvuks vjen nga familje që të gjithë kanë kënu në shtëpi. Babajve ndjes past Zoti Marvukaj, ka qenë një laborator i mrekullueshëm që vite kënutem në aktivitetet e mia. Njëkohësisht preka. Viste Marita që e kanë këtu një kantore shumë e mirë, edhe një trokitje, kord në aktivitetet e mia, është motra e Toms. Vite për Mira Buka një artiste që rrollë kush e ka, për u martu në Itali, dhe gjithë se këto i në Zvicra, gjitha nejna që dhe nuk është, për një kantore shumë e rrollë. Vllai vet, Dega, një gisht edhe më mirë se Toma, por është në Itali. Toma është një familjor i mirë. Ko po një shtëpi, egzëm, vinë vajzat, kënaqen, kjo është kënaqësia që në dhuron Toma ne kur vjen në vendlinja dhe nuk është pak, se shumë njerëz shkojnë në plazh ose në tjera, Toma e ndojnë dëshirën, dashurinë me vendlinjen dhe kjo është shumë e bukur. Përveç se djalitorës Fran Marvuka, i cilin do ta përshëndesim nga larg, një gjeni edhe ai si Toma, cili mori pjesë në gjitha festivalet dhe qim në rrugë. Pati edhe shumë kushërira që vishin pa te klif, edhe pse ishin vajzë në aktivitetet e mia. Përshëndetje të tillave në cila ka marrë pjesë. Atëherë, unë do ta ndoj edhe me rritët sociale. Përveç krijimtarisë, ato që ka Toma, i ka shpërndo, ka shku në për aktivitete, në për evente, në për mbrëmje. Dhe Toma ka po një gjatë madhe duke përfaqësuar shkelin dhe malsinë me qifteli, si roll kosh. Sepse sot shikojmë, sepse ka një venit posaçme të rritës sociale, dhe Toma e ka bërë me dashuri për të paraqitur atë pjesë nëpërmjet folkut të tij, malsisë madhe, me Kosovë, e me të gjithë, me Barenashiti, etj. etj. Dhe kjo, mos harroni se është një pjesë e jetës, atë pjesë shumë e bukur, cilën do ta bëjmë të gjithë sepse do t'u lëmë brezave të çka. Atëherë, pjesën tjetër do ta ndoj përveç festivaleve në Prishtinë. Kur Toma ishte pjesëmarrës, edhe më tha Lika, po vjen të shkojmë në Prishtinë, po mora lejt në 3 ditë. Ishte një aktivitet i mrekullueshëm i jashtëzakonshëm. Ato kosovarët punojnë shumë për folkon. Kishin mbledh instrumentistët më të mirë shqiptarisë. Të Lezhës, të Pukës, të Mirditës, të Kosovës, Malësisë, domethënë Matan Kufinit etj. Por përveç kësaj, aty ishte eventi të ditur për më mbledh krijimtarinë e kanë këtyre artistave. Ku Toma performoi afër Barenashitit, afër rapsodit më të mirë, Gent Horst, Fatmir Makollit, të Sadri Leshit, të gjithë artista që kanë punuar në Shikin, por ishte një risi që unë rrallë herë kam përjetuar në e gjatë bukur. Ishte një festival, por Toma ishte nërë më të portë dhe më të mirë atë.
Dhe meriton një turtokitje, ko shku i smunë bëshki, vetëm me dashurim që ka pas për partit. Edhe unë do ta mbyll dhe këtu, por kam diçka tjetër me shtu. Edhe nështë do t'i bëj pak me qesh për s'ka gjo. Në një vend si kjo vend, më thot Pavlen Stever, i fetona me të kurun, qytetarë Nerit. I të mënë Pavlen, faleminderit si tham, po unë nuk kam e që i dreken. Thot Pavleni, dreken e kepi, jo ajta, nuk të koruhem, Pavlenit të dreken. Atëherë, unë të flasë dy fjallë për mikën Vilit Adeden, e cila, sepse i thashe Pavlen, nuk ka shumë që i celin për i doret. Nuk ka hekur gjubletën. Në atë kohë që unë vete kam të rejtë gjubletën në shkur më dojë shpiga, nuk ne kena pas ishto budalli që në kry, por Viola i ka majt, i ka pasyonu, ka kënu, ka shumë kam, dhe unë nuk them që me ja ushqy fakturin jetë këtë, por unë them se meriton një me njohje në të aspekt. Meriton me njohje shumë Zagora. Zagora sepse është një trull që ka shumë. Unë vetëm familjen Mërvuka i ba me përmen një të ke që athu bau, edhe me histori, edhe me luft, edhe me gjano. Unë nuk po zjallë të ma, edhe një herë përshëndes skritorin për gjonë e mirë që ka batomen. Edhe nusën e tëmës e përshëndes me shamë. Faleminderit. Vajzat po se vajzat dole, por nusja nuk dole, për ne desha sepse ne flasim shpesh. Ishte mirjohje tonë për ty me të vërtej që je pështoj. Bravo që. Nërmalësor të mirë. Nuk e di ku të t'jallosh qifteri. Kemi shumë dashamirë që duan të flasin të gjithë, të kërkoja përshëndetje koncize, pak më të shkurtra. Përnderit që nga mgollë sot, dhe një artist folklorik, që të më marru. Për me një liqja Zogorën, edhe unë kam dy fjallë për Zogorën. Në vjen një bukur për Zogorën për fest, edhe vesin plesh thot që i këni punë me grunin si mjetë. Po, thot, ne grunin thot në hangër në zështë. Po, pëshe thot zështë ka gjithë thot, jo thot, po parlu thot, që tjetë marru kaj, to me thani thot, dolin me qift e li, thot, e zështë në lidhën në përmen. To thot, nëse në të Zogorë, thot, lifja e shopani me do tjetë, thot, vjetë që të live, edhe zështë në Këtë mishë nuk e besua. Por kam lezua një libër për më të Sokolit, e Fernandës i Legend, një malsor, një të bitë e bukur qytetistot, edhe dimit të blidhe i tonë, hava me një gjua. Po, sa doli e thë pramera, doli në një pens, të i ra qytetisht, u blodhen zësët, edhe i zëtë të të shkoj të blidhe qytetisht. Në fakt, kjo instrument si të mële ka një shumë bunë. Edhe kjo se përmeni se kush e ka përfajsu i pari, formacioni maj parë me qift e li ka kënë të gota. Rani, Toma, Kabani, Lifja, disa tjerë, janë kënë parë që e kanë pasë për kërësim një qift e live, që sot të mëllësit mundët nuk e për qift e live. Qift e lija, në zonë marxismo dhe është më volumja që ka. Vile në basë studimeve në një fshat Trënov të Bulgarisë, me emin Albanas, poetori shqiptar, ishte vizatu me një qift e ri në fresko në mundë. Ajde me notër e vitit 1600. Por nuk e banë famshme Charles Vegla. Famshme Vegla e banë personi, e banë individi që i përkë. Toma Ibrahim e Komet Sajhon, e ka dafëru që përgjën, sepse vetëm mëllësit mund e quajt fjalla qytetit. Në shumë vene e quajt tamburo, e quajt tamër, e quajt karadyzët, por vesh mëllësit mund e qytetit, se mëllësia mund e ka emat me veprimë. Qyteli dhe ka thonë qift me dy tela. Qift me dy tela, mëllësia mund e ka qytetit. Po të mos kishin kenë këta artistat, mëllësorët, njerë do të kishin pas aslahu, se për vjetit kanë deksi kanë përgjorë, këta janë brëndi që i kanë marrë në dorë, po të mos ishin davutarë, Karbatina, Jenusdera, dhe të buqi, e shumë tjerë,
ne do të kishëm harru në hutës, ta janë që e kanë të. Po kështu dhe për Shqipteri, janë këto grupe, këta artista që e kanë mojtë e kanë. Një defekt e parë, mos u rrites, që ku i përjalon të vekën. Që kanë pëmsojnë në një. Me gjithë nërën që i me mësua, në hapë kurse, me mësua të vegla muzikore, se të këtë harru. Tom Marvukaj, mund të lançoj punët e më marrë me atë që kemi. Unë kam informacione nga Italia, more dasëm, more festa, more gzime, more bashkime, more koncerte, more talent. Tom Marvuka është i pranueshëm, edhe është një shoj që më kanë marrësi madhe sa të ka shumë. Në këtë rast ka kontributë dhe bashkëpunëtja, se edhe ka sakrifikua që me i kriju mundësin tonë së një mërë. A në yroj Tom Marvuka, yroj jetë gjatë, sa më gjatë, shnetën familje, sukseset i tonë të një dësaj, Atëherë nga familja, i përshëndetje. Jeni i vetin shumë krenar, sot për këtë titull që jepet Love and Codes. Falenderoj Këshillin Bashkiak dhe Kryetarin e Bashkisë Zotit Tani Marina, të cilin i bën këtë vlesim. Toma nuk ka rasti, do të thonë që për që i bjen që felis apo që i ato, po është një tradit të trashëguar që i shpejt para ashtu si shkalifja, e babën, dhe motra, dhe vleznit, dhe falenderoj nga gjithë Jure shtet edhe me sa ardhen në këtë rëna. Ma në bukurën jetës të në. Njëri u të ashtun që e kam përkun, e kam cërëllat me përharbia, e kam rëzua, e kam qua. Për mua është një kekësi. Jure tonë pjesmasve, vetëm mirësi. E jure manësis madhe që njës, si janë vla, të vinë edhe kështu, se kena nevoj. Edhe unë jam vendimtare të shumë të sa vjetë, por të gjana më në qërë dhe në trupin, edhe kur isho pa, jo kështu direkt. Falenderoj Zohen Shtresa, ja përdojnë gjitha mundësi porrit vetë, me lëviz, me ne edhe shumë vetën atje me 3 vajzat, e kja është merita dhe saj, për me tiftu atë se ka i vjen vejë dhe atomës, duhet me folë shumë, se na, i macë këna pasë dhe ata këna më mërëcirë. I na kënë petansi të zenqarë, kur e tomën, e kësësh, atë kretnerit, edhe të rëshigushin edhe fëmija. Falenderës. Sparit njërë së gjitha, është një ditë shumë e bukur sot, që marrim pjesë në këtë vlerësim, ka është merituar si është për Tomin. Toma është një artist i mirë, një folklorist i rregullt, që na ka përfaqësuar në gjitha eventet kombëtare, festival Gjirokastës, edhe gjitha anët ku Nënësia Malla prezentu. Nuk besoj se kishte një vepër më të bukur, më të mirë se me vlerësu Tomin, sepse duke vlerësu Tomin, vlerësoj familjen më të vlerësuar të Malësisë Madhe si që është familja Marvukaj, një familje me kontribute të jashtëzakonshme, njerëz sakrifikuar, njerëz me dinjitet që i kanë dhënë Malësisë Madhe shumë dhe e kanë bërë Malësinë e Madhe shumë krenare. Unë vllajën tonë se kam me moshë, me bukët, e kam shumë shak, dhe erdha sot me marrë pjesë këtë ditë të lumtën për këtë familje, sepse dërsohet një njeri me titull qytetar nderit, dhe thotë që kjo familje meriton shumë, edhe ishte
për mu dhe për gjithë miqtë e mi artista, sidomos njerëzve që japin për marrësinë e madhe, që japin kontribute të ndryshme në fushat ndryshme, sepse ne gjithë nuk mundena me kanë artista, por ka të gjitha fushat që japin kontribute. Është një ditë e bukur, një ditë që meriton me të vërtet respekt, edhe ata që meriton respektin e vërtet janë Këshilli Bashkiak edhe kryetari i bashkisë Toni Marina, i cili është shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm për këtë ditë bukur që ne duhet përjetojmë gjithë së bashkët. Lasësh për Tomen, ku dënë shumë, me të vërtet dënë shumë, sepse Tomen kam 14 vjetë që e njeh, edhe Toma është një artist i vërtet, atë që nuk mundet asnjëri prej nesh me mohu kontributin e vlerat e tij, as familjes tij, as marrësisë madhe që e profesion marrësinë madhe që ka në Gorbet. Duke ju falëruar gjithë që ishin së këto, familjen e tij veçanti, që ndihet shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar që merr pjesë. Tom si ore jetë gjatë të lumtur, edhe Tom si ore edhe sukses, edhe Tom aty vazhdojnë akoma përpara, mos rrinë atje më shehën se ato gjatë, por djetë këto, po fatë se në ustanciata të kërkoj folje ti vjeshtër i mosër, të në fatë i kjetë besirat e kogra dhe kur shket të tonë e gane, atë për në marrojt e flasim tonë, Tom, të rojë të në të mira dje, ty e familjes tonë, edhe të rojë suksese, edhe të rojë sot i fmi dhe familjen, edhe të një të rojë shumë të të suksese njetë që i koron mënë me të lërsu ty. Këshilli Bashkiak në të rëshë që kanë votu për ty. Por e qilë dhe të në të mërë, dhe së të i larë që të duke më në gjithë mund jam me ju dhe jam u komënsa më në shpirt, e mëllësia më dhe bënë për mu, por në kurse se si për mëllësin e më dhe s'bëj. Të në të mirë. Është një moment të kënaqësie personale, por besoj edhe komunitare, edhe kështu kolektiv, që po përsqesim në këtë ceremoni nderimi një nga figurat më të dykura të folklorit, antarë në shoqatën shqiptare artistët të Maksimal Nerikovit, dhe në të shoqatës që ka propozuar këtë kryetar njeri dhe në tim personal, duhet të them që tek Toma gjem vetveten si identitet në mënyrë më të mirë, më të moshkullore. Unë të në njohë, jo thjesht në Masi, por e njohë dhe në komunitetin italian. Toma është një qytetar i mrekullueshëm, është një solidar, është një altruist, është një humanitar, por është edhe një mjeshtër i instrumentit, nga më të radhët, jo thjesht që ka marrë pjesë në disa parathëse gjitha festivale përpare, edhe në dy kombëtare, por Toma ka një investim profesional në instrument. E sjell instrumentin në të forma që të merr me vete, pra ka shijen e hollë, ka tempin e hollë, ka një tematika që përjetoj për sjelljen e identitetit tonë. Unë juroj bashkisë dhe zotit Marinaj që na përcjell gjithnjë të tilla vlera, si Tom Marbuke, të tilla vlera të dinjitetshme, të tilla vlera afrikane, të tilla vlera që i ndina po të jem krenar në jetën tonë. Faleminderit. Tom Shkurtimisht edhe unë përshëndes kryetarin e bashkisë zotin Toni Marina, në prefektin edhe administratorin Martin Plumi. Të gjithë të pranishmit këtu, përshëndes të Marbukën, me familjen e tina, me fisin e tina. Ai është një shok i mirë, i shok në i cili është edhe me mua, ashtu si e tha edhe Kadria, sa herë shkojnë në njëra, Tomën unë e tapaj. Ne kemi edhe njësi, shësri. Unë nuk vëzë shumë, për arsye se janë shumë artista këtu, poet, shkrimtar, edhe tjerë që duhet me folë. Tomës ju uroj me shëndet, dërtëri, ti, familjes tina, akzoni titullin qytetar i njerit, një artist i madh i Masisë Madhe. Ke ba krenar vetin, fisin, familjen, po ke ba krenar edhe ne. E gëzësh titullin edhe një herë. Faleminderit. Në varësi ku jeton Toma, kom pasur rastin shkoj disa herë
kryesisht për punë, por edhe për turizmin. Jeton një komunitet shqiptar shumë i integruar që na bëjnë krenar me gjithë çka kanë arritur me familjet e tyre në poshtë e agrobiznesit, poshtë e ndërtimit dhe në sektor tjerë që me të vërtetë janë vlera spikatora të shqiptarëve. Por në Europë nuk është lajm as një ndërmarrje sado suksesshme, sepse ne jemi të vonë në ekonominë e tregut lirë, por ngjarje dhe lajm janë shqiptarët në fushën e artit, kulturës dhe sportit. Toma është njëri prej tyre dhe Shqipëria krenohet me traditat, me kulturën, me gjithë çka ka përcjellë nga shpirti i artistit në përshekuj, sepse Shqipëria një vend i vogël përfaqësohet dhe dedikohet në Itali dhe në Europë me kodikët e Beratit, me statutet e Shkodrës, me xhobletën, me vlerat tona tradicionale, me instrumentat muzikor që Toma i ka që përgjënave i donas shumë dhe i ka marrë me vete bashkë me mallen, bashkë me kujtimet, me shpirtin shqiptar dhe i manaq pranë dhe jo përcjell freza si dashuri për të ruajtur këto vlera spikatora të Maqësisë Madhe. Taksoj Toma dhe respekt për Këshillin Bashkiak të Maqësisë Madhe që i sjell në evidencë dhe i vlerëson ata që meritojnë dhe besoj që në këtë rrugë do të vazhdojnë sepse treva jonë ka personalitetet spikator në shumë fusha që meritojnë ndërimin dhe vlerësimin. Faleminderit. Mirë dita e tonëve. 2 fjalë shkurtimisht se shkoj dhe i fje gjatë ke punë, por tonë që jure shtet, inshallah i përjet e marë atje ku jeton. Okej. Dhe dosha me amor bëtë 2 fjalë, me fjalë më falë të ma besoj. Në 83-shin, Tom Buka dhe Frant Buka, bashkë me vlezit Kodra edhe vlezit Vleshi prej Mërditë, për janë kanë me Shkodra në të kohë. Okay. Kanë zonë vend parë, shkallë Republikët, në 83-shin. Në 88-ën, po këtat 6 që me fjallë dyshe dhe i kanë quajt vllaznit Vuka, vllaznit Kodra, vllaznit Vleshi. Kanë sfidua Nuashytin. Nuashytin nuk kanë sfidua kollaj, po në kuptimin e fjallës, me punën që i kanë bërë këta djelë boqa, ishi ton 3 atër, në kanë ton 7-18 vjeç mund t'je kanë Toma, Majriu, edhe kanë zonë vend parë, shkollë rubrike 83-88, që këmë kanë unë prezent me ta. Ashtë nësi e molle, që i nepet këtë titull nuk shumë qef, bravo i kjoftë, edhe Këshilli Bashkisë, edhe kryetarit Zotit Tonin, që i napin ta mirënjohje për këta njerëz, mirë është, sa të mundën me mujtë me gërshetuat e tonë, ka pak, se dhe knasën, se zja tjetër se leke kështu s'ka, se nuk ka pas lek kur, asiherë më vonë në fakt për artistat, lek në nepën pak me thonë drejtën, ju këtu të në, por tonë Republikën. Pra ne kanë emigrua, kanë hupet tonë, alamet artistash, alamet kanë ikë, kanë mordhen, nuk i ka për krah kush. Allah gjina, nuk punohet me brazineri. Në të shëvë, jo më 70 vjeç, Toma, shumë të tumë se ta ikën. Pra ishte dash me punohet dikush me ta brazineri. Jure ishte tonëve, Tomë si shaha i prijet marë njët ati ku jeton me familje me tonë që po. Kjesha mirë, Palmerit, Nikol Buqe. Palmeris. Të përshëndetit gjithëve. Ishte kënaqësi që po bashkëpunë sot me këtë artist, me të marrë në familjen e vet, se i kena shumë kujtime të bukura, qysh se kena kënë Begjel, gjithmonë për programa artistike, kena shku më të parë të televizorit shqiptar, edhe të më thamë shumë e respektoj një Selver Reshiti, është i Kosovës, që ka punu dhe televizorit shqiptar, edhe i shpërnda në programet tona non-stop në për rrjetet sociale. Bravo i kjuft. Mu bon shumë qefi. Më kujtojë si kena kënë edhe këtë zemër më shenë këto me që këtë një jeti bosh, edhe të i gjithmon.
janë kujtime shumë, por janë shumë të me përmen, kështu që duroj shnet I gjallë, edhe pritë Zoti marë, dhe familjeve të në qatë kesh, edhe qishtë e linë mos të harrojmë kur. Kalosh I bukur, edhe të në fija të të. Për mos në zratë shumë, sepse e përsi në rejtire të shumë dherë. Për më rrugën, ashtë tiner, gjestat, se po e shumë kamonatistave të Maqenisë Madhe, I përgjet një plejade që ka pënume shumë njërës për Maqeninë e Madhe, klasë janë të mëdhej, se kur ishin vëzëri Buqi, Jonos Delaj, Deda, Asa, Delaj, Shrek Delaj e tjerë, të cilët janë një vlerë për Maqeninë e Madhe. Për mos e gjatë shumë për kontributin e tonës, sepse tonë e dim dhe për tonë e fanë kontributin të Margus, në duhet shpere falënderimin. Në radhë parë shpere falenderim për Kaderujken, se kryetarë tillë dhe shkrimtarë dhe artistëve të Maqenisë Madhe, e cili një propozimin e tij në Këshillin Bashkiak për Marrukën, dikosisht, do të përshëndes kryetarin e Bashkisë Tonin Marine, dikosisht të Këshillin Bashkiak, që e aprovuan kërkesën e tij. Unë kështu e di, nuk është jam gabim, por me çadi unë një propozim është nga kryesia e lidhur shkrimtarëve dhe artistëve të Maqenisë Madhe, që është bënë Këshillit Bashkiak. Në kjo se jam I gabuar, kërkoj falje. Unë duhet I uroj suksese Tom Marvuks, dhe jo, ka shumë rëndësi edhe propozimi, njëkohësisht rëndësi ka edhe miratimi, sepse ka vlerë dhe kjo. Duhet I uroj suksese Tom Marvuks, familjarisht dhe punë të marrë në aspekt të tina. Por e që ka shkona për tila ke tjere që të rëtë për tjere. Për të ndetje tjilë, unë kas si përfaqësues I Këshillit Bashkiak Maqenisë Madhe, Komisioni I Vlerësimit të Burrave. Duke vlerësuar Tom Marrukën me qytetarët e Maqenisë Madhe, Këshilli Bashkiak I bëri një vetës së tij, duke arritur vlerat e këtij titulli, I cili vërtet Tom Marrukën vlerëson në nivelin më të lartë që ka Maqesia e Madhe. Tom Marruka një instrumentist, një artist shumë profesional në të gjitha trevat shqiptare, shqiptëforse, këngëtaria e tij është e përditshme në familjet tona, në ndërtimet familjare dhe kudo. Ai është njeriu human dhe sa duhet të flasim, por duke u ndalur e uruar sukseset e tjera sa marrin me lirë titullin më të lartë që Bashkia e Maqenisë së Madhe I kontribui. Këna familja, këna gjithë ne për një njeri që cili na kanë përgjithë. Akademikë ekselenti madhësorve Gjovalin Shkurti në një përshkrim që I bën një miku që vjen madhësi, thotë kështu: ishte I pashëm e hishëm për ka duka, fliste pak rall e veç kur duhi, kur I merte qiftelin me knua, edhe gojët më lafazone u shnroshin në vesh. Mezen e merte nga pak, e rakin e pite hishëm. Ky është Toma. Ka ardhur mik në Maqeninë tonë, është në mesin e të gjithë neve dhe merr një titull të shuh, titullin më të lartë qytetar neve. Ky titull për Tomën është një kostum,
që e vesh e bën që të duket hishëm në syt e familjarëve, në syt e nusës së tij dhe e bën që të duket edhe më bukur në mesin e luleve që i çoi brezi i ri dhe që ja dorëzoi, si stafet për të mirat që shpresojmë se do të vijnë. Por kë ishte për sot e për mot, ky titull do të shërbej që të gjithë ata njerëz kudo që janë në Shqipëri edhe në Itali, kur Toma dhe shumë të tjerë nuk do t'jenë, ata kur nuk do të turpënohen kur emri i Tomës të përmendet. Prandaj ju uroj shëndet, krijimtari dhe falënderit Tomin Marina, falënderit Këshillit Bashkiak për mirësinë që na shohin. Do të rrimë më kështire në të gjithë se në kini manut të natën. Megjithatë, mua mbetet veç t'ju falenderoj të gjithëve për fjalët e mira, sepse Toma përveç se është një shoku i imi, është edhe mik i imi, një nga ata njerëzit që unë kam me shumë për zemër dhe kemi nda me të gjithë në krijimtarinë tonë. Por sot vërtet ndihem i lumtur që miku dhe shoku im shpërblehet për punën e tij nga Bashkia e Marxisë Madhe si qytetar mbledhur. Unë dua të falenderoj edhe familjen, mbështetjen e saj që Toma ka pas për herë, por edhe pjesëmarrjen tuaj në këtë event të rëndësishëm, fjalët e tuaja, të ngrohta dhe të mira, të cilat e zavëruan për mua të gjithë bisedën dhe manon për ty. Por i dashur Tom, unë kam një mesazh për ty, të cilën do ta ndaj jo vetëm me ty, me familjen tënde, por me të gjithë pranishmit këtu sot. Nga një mike e përbashkët dhe shoqe e jona e përbashkët, një krijuese e mirë, malsore, ma e finë se bëjë një syrë tjerë, se e të shifë përbashkët. Fandje, të do të zbulej dhe emrin. I nderuar Tom dhe familja juaj, në emrin e familjes sonë dhe në emrin tim personal, unë Vera Gjonaj, dëshiroj të shpreh urimet më të përzemërta për të vlerësim të lartë titullin qytetar deri i Marxisë Madhe. Edhe pse sot nuk mund të jemi pranishëm fizikisht, zemra është aty me ju. Në këtë ditë shënuar, ku nderohet jo vetëm një burr i vlerave, por edhe një rapsod i shpirtit marxor që me zërin, fjala dhe këngën e tij ka mbajtur gjallë traditën, historinë dhe krenarinë tonë. Rapsodit tonë është shembulli i dignitetit, përulësisë dhe dashurisë për vendimjen. Ai ka ditur të ruajë lidhjet e forta me Marxin, edhe në diasporë, në Itali ku jeton me familjen e tij të mrekullueshme e të nderuar, gruan, shpresën dhe 3 vajzat e tij brillante, gjithnjë si ambasador i vlerave shqiptare. Ky titull nuk është vetëm nder për ty, por edhe për gjithë ata që ndjehen krenar me punën, zërin dhe shpirtin tënd marxor. Marxia sot të falenderon sepse përmes artit tënd ajo dëgjohet më lart, ndihet më fort dhe rënë më gjatë. Në mod të lartë i rrit në za këngën e vendit Selemera, në gurë të malit në zemër të poplit, emri yt Tom rënë në krenari marxore. Urimet e përzemër të mik dhe rapsodit nderuar. Me shumë respekt e njohem nga familja Vera Idris Gjonaj. Dhe përnderoj dhe uroj jetë gjallë për Tomën, edhe qofshi krenar
do të respektuat që sa jetë e të vjetër familje. Para se të nabim tonë, në mëllim me disa interpretimet vogla, më duk veti si mërhumë që folim të atë fote, pas pa marrë një minut. Në thonë vërtetën me folën për familjen e Marvukaj dhe në Qantit Sef Martinit kam konflikt interesit se të dy gjyshat e mi për koincidencë kanë pas probatin ose vëllak ishti. Edhe në drusa e të zhjeta se dini mirë. Këtu në këtë familje me thanë vërtetën vetëm një personit e kam po asherën. Tu kanë gjovi doktori mirë, i kam ka 19 vjeqa prejnit. Kur shkojnë për varikët, babave, shokve, nanave, i thëmë, këni pas fat që se këni lagje të i zhokit dhe ju këtë e bojnës. Në thanë vërtetën së vëndërisë dhe vetëm të një kam veti aktor amator në tentativ gjithmonë, po për humorin. Po në qovë se tonë pa një histori qyshtë generala, doktora, artista, për Zefi Pasdri, ka kenë kërjus dhe interpretus i veçan të humorin. Du më thonë vetëm një shkurt me tërgu jo bashkjetesën, po vlasdin që kanë pas me njani tjetër në Zagorin Malsi, si që ka thënë e Duran Predash, shkon Brega me qudetit rezervar Zagorës, fillimi demokracisë, thret Ahmed Dulit, o Ahmed Dulit, burit në rumë hosh Zagorës, o hojajtë, a i një shtoshmër, edhe njësët me i bëhat marak sot pa një të fmjene shtetit, o Breg, hajtë, në pak mërbur, a ke një gjonë, thot i kënë të përhapën një pa me që akshon, jo, kur gjonë pa i ka, po të mështuj më burë pëse më thë, për zotën, se kam një të sirëzani, të thanë, Allah, thot qatë kalodhe, burë, këtë më përshde në të nësë. Do më atini për nërë se vetë qatë me mënë. Ti fletë gjallë. Ka thonë drejtë nuk e pota të nëmë, se unë balës gjotë dhe nuk e më një fërë, se për fatë mirë nuk jam socialist, nuk e më i preferu mi shumis, po. E din zoti që janë. E din zoti, mi ashtu që me kemë në curi kam të në. Dërin, so hirë po një më marrë dhe ja fut një ka i kuj, e din ka i thonë, ka i fut një dhe i thonë maksis mirë boni me thonë të edhe se jeni bon shumis. Jeni bon shumis, dhe të zori, me vepra tuja me pun tuja jeni bon shumis. Në këna me jetë pakis, ka mërësi se jina janë, i një e besim më nërë moshën të ju. Këtë për jalonë të zotit, dhe që me të mështetë. Ne në vlezën në dhe këtë me vetë një është të si jena. Edhe këtë me vetë si jena. Mua ka që u kokën, mishën, i sufin, se ka folë, në amin kuj ka folë, e dy krishti në më të rëmë. Nështë, me të thonë të edhe për rënë sëtë, ishte një ditë e veçantë, pa e veçantë me sinceritetin dhe më të malë, sepse na me familje në Marvukaj, këna pas marrëdhënie shkëlqyeshme, historike, edhe kur erdha këtu e pava sallën plot, më bën zemra më. Toma, ndoshta është një në artistat më të heshtur, por më të mirë që kanë me, dhe që ka kënë marësinë e madhe. Fatmirësisht është dhe herë në kam i kuke të planës e ti, edhe mësën që të së nuk kam, s'kam në mu marrë me partit bëjës me pushtetit bëjës, dhe ka fritë. Ja, dhe që më të ripa më kësën, se ati të skimit ati festit për njënë, që 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 në amlallë së në festu. Këj herë, atë në shkeli një dhije për mu baj ju mu këptu se në alejna. Atë, Tima, djesë të ditë në këpënë, e kje për zakore kjo dhija më pati ati. Shka më jo dhe shkatë. E sëk, fanërej me zemër, dhe si që në gjithë më të malë, se je një në artistat më të mirë, dhe biseda ju dhe fjallimi e bashkë me Milanin, ishen brillon të bremin. Në kam respektoj shumë. Ju të u fërdoj këtë, edhe këtë në paguset duket, e rëvërë shumë. Ata mjëllë se ma, dërp kene, që s'keni dërëm, me një gjuj një zonë nëryshe, kura e zonë nëryshe, nuk ka nëryshe primen, se po me ka nëryshe primen, ju të të marrë, që qërë një zonë. Gjësëse, ju fënëre me zemër dhe ju prantej, se sa t'jem që alon, edhe t'jebër ti të i monë bashkis malat, o nuk dhe që jam prezent, se nuk keni mësu kur, as nuk keni kur për edhe në kurave,
që e thoni të vërtetën, e pranoni të vërtetën para malësorëve, para njerëzve që duhen zonin e lirë, e fjallin e lirë. Hajde në kujtojë të rritë mëllësit. Se kena mundësi të tonë bashkë, ka të me sa më kujtojët mua të pak të ta mjojnë Zafrojmë edhe mikrofonat. Një rrugën shumë edhe dhe të kishe me dëshirë të punë që në bërë për një me karbura, nuk jam I zotë ja u shumë dy, a gjëshim dy fjallë, zotë I sylë të drejta I sërse, me ta rrënë e një. Ka fola dy, O malësi e male, o burnesh, zemër bullare, nga vjenes me kule kësona. O si bülbül, o pajka nuk lëkona. O malësi e male, o burnesh, zemër bullare, nga vjenes me kule kësona. O si bülbül, o pajka nuk lëkona. Pas kohë këtën I punit, por inshallah çdo artist që e meriton ardhën këtë moment si të të marrëvuka sepse vërtet po ma zemraman që ju pas një dashni shumë madhe nëpërmjet durve të kryetarit bashkisë zotit Tonin Marina që të luftojnë në këtë event madhështor po e quajmë pra e faleminderit sjellje.